Një padi që kërkon deri në 35 vjet burgim u ngrit kundër të pandehurit shtetas kosovar Liridon Rexhepi, për të cilin ishte përcaktuar se po menaxhonte rrjetin financiar të Mosaidit në Turqi. Sipas aktakuzës së përgatitur nga zyra e hetimit të krimeve terroriste të kryeprokurorisë publike të Stambollit, u rikujtua se Rexhepi hyri në Turqi nëpërmjet aeroportit të Antalias më 24 gusht 2024, si rezultati punës së koordinuar midis organizatës kombëtare të inteligjencës dhe Departamentit të Antiterrorit të Policisë së Stambollit. Rexhepi është ndaluar më 30 gusht, ndërsa ju arrestua më 3 shtator. Në aktakuzë theksoi se Rexhepi vepronte si arka e shërbimit të inteligjencës izraelite, ndërsa thuhet se i pandehuri ka realizuar transferta parash me individ vendas dhe të huaj që ishin të përcaktuar se punonin për Mosaidin dhe të cilët po ndiqeshin nga zyra e kryeprokurorit publik për krimin e spionazhit, dhe se këto transferta ishin bërë me qëllim të marrjes së informacionit të inteligjencës. Aktakuza theksoi se Rexhepi në bashkëpunim me Mosaidin u përfshi në aktivitete spionazhi duke përdorur dronë që bënin fotografi dhe video të zonave ku jetonin disa shtetas palestinez që jetonin në Stamboll. Aktakuza theksoi se Bostepe kishte bërë pazare për një pagesë në këmbim të vendeve të xhirimit, ku ndodheshin qytetarët palestinez të cilët kishin gjetur strehim në Turqi për shkak të sulmeve të nisura nga Izraeli kundër Palestinës dhe të cilët përgjithsisht jetonin në rreth Buyuk Çekmeçe dhe Başakşehir të Stambollit. Mëtej në aktakuzë thuhet se pas incizimeve në fjalë të pandehurit Bostepe, janë transferuar para nga persona me emrin Ardit Jusufi dhe Festim Jusufi në emër të pandehurit Liridon Rexhepi dhe ishin regjistruar si Bostepe ka kryer krimin e spionazhit duke vepruar së bashku me Rexhepin dhe një person të pa identifikuar me emrin Abdullah. Bostepe tregoi se pranoi kërkesën sepse fitonte para përmes incizimeve, se më vonë kishte rënë dakord me këtë person për incizim disa herë të tjera, se tarifa për të cilin kishin rënë dakord ishte dërguar nga persona të ndryshëm nëpërmjet Western Union, dhe se nuk i dyshonte këta persona sepse mendonte se po punonin me Abdullahun. Ai gjithashtu pretendoi se nuk kishte lidhje me personat e huaj që i dërgonin para dhe se nuk i njihte këta persona. Aktakuza kërkonte që të pandehuri Liridon Rexhepi dhe Ildiraj Bostepe të dënoheshin me nga 18 vjet e 9 muaj deri në 35 vjet burg për spionazh të njëpasnjëshëm politik ose ushtarak. Gjykimi të pandehurve do të fillojë në ditën e vijim brenda fushëveprimit të aktakuzës së pranuar nga Gjykata e Lartë Penale.